Përshëndetje të gjithëve, shpresojmë që të kalojmë shumë mirë. Kur shikon një sallë kaq të bukur dhe plot energji, kupton me njëherë një gjë bora. Çfarë sebi që shqiptarët dinë të bëjnë një gjë shumë mirë, por një gjë e bëjnë akoma më perfekt, dinë të festojnë. Dhe sot kemi dy arsye të bukura për të festuar, sepse festojnë dy ditë të veçanta, 7 dhe 8 marsi. Njëra për mësuesin dhe tjetra për gruan. Dhe vogëlushët tanë do të na nderojnë, do të recitojnë nga një vjersh. Dhe të fjaturojnë.
cila ka hapur krahët e saj, ka shtektuar në Amerikë. Por ne kemi gratë të mrekullueshme mes nesh. Këtu kemi një pjesë të bordit të organizatës jeta, dhe unë jam shumë krenare për secilën prej tyre, sepse janë shokët tona, janë mikët tona, të cilat vullnetarisht ofrojnë kohë nga koha e tyre për të qenë këtu prezent. Dhe për të qenë afër çdo gruaje që i troket portës së jetës, e cila nuk duhet kurrë. E jam krenare që t'ju prezantoj kryetaren e re të Tegës Altin, zonja Mimoza Lekuri, e cila për 10 vjet nuk është kursyer asnjëherë për të qenë pjesë e organizatës. Mimoza të uroj suksese. Faleminderit shumë. Të dashura, zonja, të nderuar miq, sot nuk jemi mbledhur vetëm për të festuar një datë kalendarë. Sot jemi këtu për të nderuar forcën, guximin dhe dashurinë e çdo gruaje që jep çdo ditë më të mirën për familjen, shoqërinë dhe për të ardhmen. Atëherë, ndërkohë që do filloj të serviret e ushqimi, a kemi solidaritet mes nesh? Po apo jo? A e vështesi njëra tjetrën? Po apo jo? Atëherë, siç më dëgjuat mua, dua të dëgjoni edhe këto zonja të mrekullueshme që ka përgatitur diçka shumë të bukur për ju. Faleminderit shumë të organizatës jeta. Ftojmë në skemë grupin e ngritjes personale të drejtuar nga psikologja Sofia Xhabiri, që do të na sjellë gratë e historisë nga e shkuara deri në ditët tona. Do të gjoni gratë e sotme, gra që punojnë dhe krijojnë, gra që mbajnë dhe kujdesen, gra që jetojnë me përgjegjësime, lodhjes dhe shprehje. Ty kokë, ty zëra, një rrëfim. Sepse historia e grave nuk mbaron, ajo kalon nga mendja tek trupi, nga fjala me jetë, ju ftojmë të dëgjoni me zemër. Dhe tani do kthehemi pas në kohë. Para se gratë të ngrinin zërin, historia kishte një grua që guxoi të mendojë. Në një botë ku mendimi i lirë ishte i rrezikshëm. Ajo nuk kërkoi pushtet, ajo kërkoi të vërtetën. Dhe historia e grave fillon aty. Hypatia. Unë jam nëndë, jam bark që u bës tre, zemër që mësoj të ra për një tjetër jetë. U bëra nëndë para se të më pyesi nëse jam gati. U bëra nëndë në netët pa dritë, ku frika rrinte zgjuar dhe dashuria nuk flinte kur. Më mësuan të jap, pa mas, pa zë, të jap krah edhe kur jam e lodhur, të jem tokë edhe kur brenda jam stuhi. Jam emigrante, jo se sepse e zgjova lehtë, por sepse jeta më mbyll një dyert një nga një dhe më mëson si të kaloj pa to. Erdha me një valizhe të vogël dhe me një zemër që s'njite kufi. Brenda saj mora gjuhën time, emrin tim, fytyrën e nënës time, përqafimin e saj, sytë e saj. Oh, ata sy gjithë të dhimbje dhe lotë. Pa të shtëpinë një zemër dhe askë nuk i mbyllet plotësisht. Grua që gjanë natën dhe mëngjes ngrihet sërish si ti ishte pa thyeshme. Më pas të dy duar që punojnë, jo
si shpyr që mbjen, si trup që lodhe. Presidente në organizatës Jeta, zonjën Elona Katano, për vlerësimin që më donë. Jam mirënjohëse që jam pjesë e kësaj organizate ku gratë ditë të vlerësohen, ditë të dëgjojnë zërin e tyre dhe të ndihen të pranishme, të pranushme, ashtu si që është të vërtet gruaja shqiptare. Gjithashtu, dua të ndaj këtë vlerësim me të gjitha gratë që kanë kaluar dhe që janë pjesë e grupit të ngritjes personale, që vazhdojnë këtu dhe 7 vjetë bashkë, të gjitha për zhvillimin tonë dhe për ngritjen tonë personale. Shumë faleminderit. Do ta marrësh mirë. Faleminderit. Le të filloj muzika. Të cilat po mësoj fëmijëve banet e buta shqiptare në shkollat e gjuhës shqipe. Atëherë, ju me vazhdat të të kuroni skernë për momentin. Atëherë, Randa, vine e na teatro, Topio, Egi, Ipsosi, ti Nicola, ti Ginegas, ti Saguanila, ti Negas, Saisi. Aquí puder tener un día más para esta sí, la pame pareda di nume. Che vi ho senti grazie. Vine i Ginega, Pudenine monopilimas, ala egane, kjeton Ari Roma, filo nas, filo të zorganusis, që me agapi që karato proskalume. O era Simonalikos, Kasteri, Orkinos, Ari Roma. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Σε όλες τις γυναίκες. Λοιπόν, αυτή η μέρα κανονικά είναι μια μέρα χαράς γιατί γιορτάζουν οι γυναίκες. Στην πραγματικότητα βέβαια, κάθε τέτοια μέρα, επειδή γίνεται μια αποτίμηση του τι βήματα έχουν γίνει για να γίνουν οι γυναίκες, για να υπάρχει δικαιοσύνη, για να φτάσουν οι γυναίκες να είναι ίσες με τους άντρες, η μέρα αυτή έχει και κάποιες στεναχώριες. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε,
δεν έχει φτάσει ακόμη η στιγμή που οι γυναίκες να είναι ακριβώς δίκαια στην ίδια γραμμή με τους άντρες. Και αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί συνεχώς μέχρι να φτάσει αυτή η μέρα της δικαίωσης. Αυτή η μέρα που οι γυναίκες θα είναι πραγματικά μισθολογικά σε αξιώματα, θα είναι ακριβώς στην ίδια θέση με τον άντρα, εκεί που τους αξίζει να είναι. Θα σας πω, κλείνοντας, ένα στίχο του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, που είναι αφιερωμένος στις γυναίκες. Πριν από τα μάτια μου ήσουν φως, πριν από τον έρωτα, έρωτας. Και όταν σε πήρε το φιλί, όπως αυτό το φιλί που θα δώσω τώρα στη φίλη μου, γυναίκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Είναι πολύ μεγάλη τιμή. Τώρα πλέον είστε επίτιμο μέλος της οργάνωσής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάρη, για όλα όσα έχει κάνει. Ευχαριστούμε. Πώς θα το χαιρετήσουμε, θα πούμε όλοι μαζί πριν γύρισα από τους Άγιους 40. Πού γίνεται αυτή η παράσταση? Παίζουμε στο θέατρο Κόρονετ. Με μεγάλη χαρά θα σας περιμένουμε. Την πριγκίπισσα των Αγίων 40. Να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Του είπα να το κάνω, να το είχε κάνει από πριν. Shine and grita
gjithve. Përshëndetje të gjithave ju, nënave, motrave dhe vajzave tona që dojnë këtu në salë. Gjithashtu, duhet uroj të gjitha nëna tona, motra tona, vajza tona që dojnë larg kësaj trëmeze. Do të bëj një urim veçan për një zot që dojnë këtu në salë, të cilën mund ta quaj për nesh. Është vendin që lëviz në salë në gjithë. Stojnë në sene, ju zonja Albana. Sot e kërcem një valë një bura, për të gjitha korona që nuk do dhe sot në salë, dhe ajo që e valëja plaka metala. Shëndet, lumëtori për të gjithë familje, e kukronë me gjë. Të zuar të gjithëve, tani. Në qoftë se keni fotografi, do me thënë që nuk kemi prerë fare nga sinopita, apo jo? E kush nga ju me do vinë dhe të marrë nga një dhurat. Unë dua të falenderoj nga zemra zonjën Ana Pleka, e cila na ka mbushur skenën me dhurata. E falenderoj nga zemra. Dua të falenderoj Western Union që na bëri dhurata të breloke që ju e keni në tavolinën tuaj. Dua të falenderoj restorantin Aliso që ndodhet në Psiri, i cili na ka dhënë një dhuratë lëndar për 2 veta të shkojnë falas. Margita Sakaj, shoqja jonë, e cila ka bërë qiri për ne. Orgesa Dori, e kremëra që po të doni, i bleni ato që mi keni për jashtë. Leona dhe Katerina, të shoqje tona të mrekullueshme dhe anëtare të bordit, të cilat kanë sjellë ato bizhu që i përgatisin vetë. Orgesa, Leona dhe Katerina, do doja që të vini dhe në skenë. Por të jemi sinqerë, do doja që do të 2 biletat e para, Pildaja, për vajzat e ekskursioneve. Sepse ne në datën 22 mars kemi një ekskursion një ditor dhe pastaj do vazhdojmë dhe ekskursionet e tjera. Do vemi dhe në Zakhin, do vemi dhe në Mykonos, do vemi